Gjeli i detit, simboli tryezave shqiptare për vitin e ri, duket se do të mungojë këtë vit në shumë tavolina festive. Çmimi i lartë deri në 12.000 lekë të vjetra kilogrami e bëjnë atë një mall të ndaluar, sidomos për pensionistët. Punin ato kofshat e lira atje, ku kemi për punë për gjel të këto na jote. Për gjelin në vitin e ri se marr dot. Po dhe në mish se marr dot, vetëm sallat kam bleu. 12.000 lekë një kilo një gjel. I keni bler? Jo, si kam blesë, janë shumë shtrej. Nuk do ta blesh? Jo, kur? Kena marrë pul. Pul, sa ju shkoj? Na kanë dhuru, s'digja. E kemi marrë. Sa ju shkoj? Një polin gjel 175.000 lekë. Ishte i përballueshëm? 145.000. Ishte i përballueshëm? Po donim nga ato pensionistët si që ishim ne, që na dha shteti i përballu. Gjelin e vitit të ri e keni bler? Po. Sa ju kushtoi? Shkoj për 3 3 ditë para natës së ndërimit të viteve, çmimet e produkteve në markatën e fruta perimeve të Durrësit kanë nisur rritjen. Tendenca në rritje pritet të vijojë dhe në ditët e mbetura, para datës 31, duke ja pamundsuar blerjet, sidomos personave me të ardhura të kufizuara. Mirë, janë çmimet. Nuk është se ishin rritur për shkak të festave. Jo, si që kena marrë para 2 ditësh, ashtu, para 3 ditësh, ashtu dhe së derim së dia, s'jem rrit. E janë që kështërit për pensionistët, Janë rritur këto ditë apo janë të shtrejta? Tani një do më të kishë vetë me 1.300, mëra 4 koka, se pensionista jemi. Ka rritje, duke i krahasuar, po do blem më pak për përballu. Pra, pak me kursime viti ri. Po patjetër. Janë rritur shumë, mbi 50%. Kush për shembull? Kush të gjitha. Vjen nga Italia, kanë 31 vjet, to as në Itali si kemi kaq shtret. Ja këto, i shikon ti, çivi. Cilat për shembull të duket? Të gjitha. Megjithse në këto ditë të fundit të vitit, tregu i fruta perimeve ka më tepër lëvizje, tregtarët pohojnë se fuqia blerëse është e ulët. Lirë fare janë, nuk ka shite, nuk ka para, skandal. Trekun e shoh më plot se sa zakonisht për sa i përket klientëve. Po, plot është, po frizin ka plot, po shite nuk ka. Çmimet janë të rritura, po edhe kërkesa këtu për konsumatorët ka rënë. Tani ju shikoni mallin këtu, malli i stok, treqa është në minimum që s'ka treqe. Nëse bën krahasimet me një vit më përpara si e shet? Në dobët është. Rikthimi i emigrantëve për të kaluar festat e fundvitit pranë familjes, duket se nuk plotëson boshllokun e krijuar nga largimet masive të popullsisë aktive. Megjithse tregu është i tej mbushur me produkte bujqësore, trastat e konsumatorëve janë gjithnjë më pak të mbushura.